SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq me akuza për shpërdorim detyre, shkelje të barazisë në tendera dhe falsifikim 12 zyrtar mes të cilëve kryebashkiakun e Kolonjës Erion Isaj dhe ish drejtorët Ergys Verdho e Eral Delezi. Në listën e të pandehurve janë edhe Eliona Mydini, ish zëvendës kryetare e Bashkisë Kolonjë, si dhe ish zyrtarët e Autoritetit Rrugor Shqiptar Genti Raça, Donika Shehu, Clarita Konomi, Nikolaj Mihali dhe Erdit Salillari. Ndërkohë nga Bashkia Kolonjë gjithashtu janë dërguar për gjykim Erion Cenko, Engjëll Dine, Ermal Zylfo, Arman Tafili, Muarem Tartari, Shpëtim Liço dhe Entela Çano. Ky e fundit administratore e shoqërisë A&D Engineering SHPK, e akuzuar për falsifikim dokumentesh. Hetimet kanë zbuluar shkelje të dyshuara në procedurën e prokurimit për ndërtimin e rrugës Korçersek loti 2 me vlerë rreth 2.88 miliard lek. Sipas SPAK, dokumentacioni projektues i paraqitur si nismë e Bashkisë Kolonjë nuk ka ekzistuar realisht dhe janë konstatuar element falsifikimi dokumentesh në procesin e paraqitjes së projektit. Prokuroria tregon se fondi limit i tenderit është përcaktuar në kundërshtim me ligjin, duke u bazuar në të dhënat të siguruara nga vetë kompania që më vonë përfitoi kontrata të lidhura me projektin. Nga ekspertimet e kryera rezulton se fondi limit është fryrë me rreth 590 milion lek, shumë e konsideruar si dëm ekonomik ndaj shtetit. Në një tjetër procedurë, prokurimi për supervizimin e punimeve të rrugës Korçersek SPAK pretendon se antarët të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave kanë favorizuar në mënyrë të paligjshme të njëjtën shoqëri, ndërkohë lidhur me tenderin për mbikëqyrjen e punimeve të ujësjellësit të Ersekës dhe disa fshatrave përreth. SPAK thotë se Erion Isaj dhe disa vartës të tij kanë hartuar dokumente dhe kriteret tenderi në kundërshtim me ligjin, me qëllim favorizimin e së njëjtës kompani. Sipas organit të akuzës, specifikimet teknike dhe kriteret e tenderit janë përgatitur duke u bazuar në dokumente dhe oferta të hartuara nga vetë kompania fituese, duke cënuar konkurrencën dhe barazinë në procedurat e prokurimit publik. Ndryshe nga çka bërë SPAK për disa raste të tjera, për Erion Isaj nuk u mor asnjë masigurie dhe vijon të ushtrojë detyrën e kreut të Bashkisë Kolonjë, pavarësisht se tashmë është zyrtarisht nën akuzë.